Betejë ashpër etnike në Komisionin Shtetëror Zgjedhor rreth ankesave të VMRO-DPMNE-s për zgjedhjet në komunën e Strugës, që gjatë debatit të mbrëmshëm u shqyrtuan 4 nga gjithsej 17 ankesat e paraqitura për këtë komunë nga partia në pushtet. 2 prej tyre u refuzuan, ndërsa 2 të tjera falë mbi votimit të antarëve shqiptar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor nga ata Maqedonas u pranuan. Ankesat e pranuara kanë të bëjnë me vendvotimin 1860, ku të drejtë vote kanë 762 qytetar, dhe vendvotimi me numër 1877, ku të drejtë vote kanë 800 qytetar. Njëra ankesë kishte të bënte me arsyetimin se për një kohë është votuar me stirolaps në ngjyrë të kaltër dhe më pas është ndërruar me stirolaps me ngjyrë të zezë. Në rast se dëshironi edhe më tej të vazhdoni kështu, unë po ju them se unë, Zuhbi Jakupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, nuk do t'jem pjesëmarrës i anarkisë, mos respektimit të kushtetutës dhe ligjeve. Në rast se vazhdoni edhe më tej të vendosni kështu pa kurfar argumente, pa kurfar baze, atëherë unë do t'jemi detyruar ta braktis këtë Komision Shtetëror Zgjedhor. Në rast se kthehemi dhe t'i shqyrtojmë përmes detyrës zyrtare, t'i shqyrtojmë ngadalë, të shohim argumentet, të vendosim në bazë të argumenteve, atëherë jam këtu, deklaroi Zuhbi Jakupi, nënkryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Kjo që ndodhi mbrëm në Strugë është rasti i paparë. Vendimi u mor pa argumente dhe me mbivotim etnik. Kjo është e patolerueshme, pa kurfar argumentesh, pa kurfar dëshmie, absolutisht pa kurfar argumentesh. Ta anullohet vendimi ku nuk ka kurfar argumenti, këtë nuk mund ta pranoj, edhe pse jam përfaqësuesi PD-s, edhe pse bëhet fjalë për kandidat të PD-s, në rast se ka argumente unë i pari do të votoj. Atje ku ka argumente i pari do të marrë fjalën, pranohet para shtresa, atje ku ka 5 flet votime në kuti do të anullohet. S'ka shanse të mos anullohet, jo Ziadin Sela, por sikur të jetë edhe Shën Ziadin Sela. Do të anullohet se vërtet ka parregullsi, por jo edhe tek këto 2 vend votime, tha Bedratin Ibrahimi, antari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ndërkohë përfaqësuesit e palës tjetër thonë se pretendimet për argumente me bazë etnike nuk mbajnë. Nuk mban ajo që thoni se disa ankesa janë votuar në baza etnike, tha Aneta Stefanovska, antare e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Pas 17 ankesave për qytetin e Strugës, Komisioni Shtetëror Zgjedhor duhet të vazhdojë me shqyrtimin e 252 ankesave të LSDM-s opozitare.